është grand. Gjitha që do jetojmë, janë bërë filma. Problemi është që ka një teori që thotë që ato që kemi pa filma janë varianti pozitiv, janë varianti i këndshëm. Sa do të jetë me apokalips, kaq keq do bëhet. Qa do kemi pa keq është më pak se sa do jetë. Është e bukur që ai i jep, ne i shohim, ma sa vite shkurnollim, fillojmë i komentojmë. Absolutisht. Të që u kam mbledhur një pyetje. Po kur të bëhet nomi më tiki çdo gjë për shële. Do kemi komentu mrapa? Ja, pse? S'nuk, s'tera hiç. Tu që të regoni të shkallë. Shiko, atë që kisha me qef, unë i qik me të pytë është që e folëm rrasë si kaloj. Jepi. Aja puna ati të aktivitetit para Bzinelen. Kemi tre, kangën e marove ti. E kam marru, e kam publiku sot. Edhe me thonë drejtën, e kam bërë në 3 gjuhë titrimin në Shqip, në Anglisht dhe Gjermanisht. Dhe arsye pse e bëra në Gjermanisht titrimin kishte të bëj pikërisht me këtë projekt që bëhet pas një jave gjys, që ka të bëjë me një kujtesë të dhimbjes së përndjekurve politik. Është projekt gjerman dhe ti? Është projekt Konrad Adenauer. Dhe projekti synon që nëpërmjet muzikës të bëjmë një përkujtim. Në fakt, kënga që u kam bërë për Bzinelen, ky është varianti i dytë. Janë 3 variante. Varianti i parë ka dalë albumi Shpopullim. Ky është varianti i dytë. Dhe ky varianti i dytë është më i përshtatshëm për atë ambient. Është një hard rock shumë i bukur, më është vlerësuar shumë nga shumë palë që e kanë dëgjuar draft. Sot e shohim për të parë të gjithë. Më futen ke llogaria ime. Unë mendoj që duhesh një tekst i plot i poezisë, sepse duhet të kuptoj një madhështinë, fuqinë dhe peshën e fortë të penës së Bzinelës. Pra, kur ti bën një këngë ti e di shumë mirë. Kur ti bën një këngë, nuk mund të bësh një poezi një këngë. Dhe ndryshosh, do e përshtatesh për këngë.